Përshëndetje dhe mirë se vini në programin Shpresë për ty, program për gratë dhe vajzat për t'u ardhur në ndihmë për çështje të ndryshme të jetës së përditshme dhe gjithashtu për shumë inkurajim nga fjala e Perëndisë. TWR Albania prezanton Shpresë për ty. Përshëndetje dhe mirë se vini në programin Shpresë për ty, program për gratë dhe vajzat për t'u ardhur në ndihmë për çështje të ndryshme të jetës së përditshme dhe gjithashtu për shumë inkurajim nga fjala e Perëndisë. Unë jam Marta dhe sot kam privilegjin të kem në studio një mikesh shumë të dashur, Lizi Grezda, drejtuese e Fondacionit Spitalor të Nënës dhe Fëmijës dhe Mami Care. Lizi, përshëndetje dhe mirë se erdhe. Përshëndetje, shumë faleminderit për ftesën tuaj në këtë hapësirë. Jam shumë e lumtur që mund të jem bashkë me ty. Në fillim të programit ne gjithmonë bëjmë një prezantim të organizatës apo të personit, por unë do të kem kënaqësinë që ta dëgjoj gjithë të prezantim prej teje. Do doja që të ndaje me dëgjuesit tona diçka nga vetja jote, diçka për fondacionin, sepse edhe nga sa folëm më parë ti ke qenë krijuese që nga fillimet e fondacionit dhe si lindi ideja apo nevoja për të patur një fondacion të tillë. Pastaj me radhë do të fillojmë të zhvillojmë një nga një hapat për atë që fondacioni juaj bën. Me kënaqësi. Unë erdha nga Amerikë, jam martuar me një shqiptar, edhe pas 2 vitesh në Shqipëri, erdhi koha për të nisur rrugtimin tonë si prindrit të rinj. Rrugtimi im u nis në fillim me Dr. Kosovën, që ka qenë drejtori i spitalit Geraldina në atë kohë. Ai ka qenë doktori im dhe kam bërë 3 lindje tek spitali Geraldina. Në fund, Dr. Kosova më propozoi që të bëja pjesë e një nisme e re, një fondacion spitalor për të ardhur në ndihmë të nevojave të spitalit që nuk ishin të plotësuara. Ka shumë nevoje, çdo spital ka shpenzime të mëdha që burimet financiare asnjëherë nuk mjaftojnë. Edhe kjo fondacioni ishte një ide për të plotësuar nevojat të paplotësuara. Edhe u nisëm si një grup grash në fakt, ndërkombëtare, edhe shqiptare për të ardhur në ndihmë. Spitalet kanë nevojë për trajnimin, kanë nevojë për aparaturë të specializuara. Spitali nuk kanë zakonisht mundësi për të blerë gjërat më të reja, edhe kanë nevojë për një dorë ndihmë nga jashtë, që staf mjekësor të kenë sa më mirë aparaturat. Plus që mungon është e theksuar kjo mungesa e edukimit për nënat, edhe para lindjes, edhe në spital, edhe pas lindjes. Unë vetë isha tek zero me informacionin se ç'a ndodhet brenda një spital, ç'a do të ndodh me mua, ç'a do bëhet me trupin tim. Edhe staf mjekësor nuk kanë kohë ose nuk kanë mundësi për të shpjeguar grave. Kështu që ne vim në ndihmë në këtë kuadër, që ne aparaturat, trajnimin për nënat dhe trajnimin për staf mjekësor që kanë gjithmonë nevojë për të dëgjuar më të fundit, për të pasur, për të qenë të pajisur me metodet më të reja, më të mira, për të ardhur në ndihmë për nënat të reja dhe për bebat. Dhe ka disa çështje me të cilin punojmë ne, që janë të theksuara, të vështira në Shqipëri. Një prej tyre është kur prindrit shikojnë që fëmijën e tyre që do lindi do jetë një vajzë. Zakonisht ka një tendencë për të mos gëzuar në këtë momentin, sepse nuk është djalë. Edhe ka një tendencë të theksuar në Shqipëri që t'i bëjnë abort një vajzë para lindjes. Edhe kjo ka qenë një nga fushat që ne kemi punuar fort ndër viteve për të mbrojtur dhe për të ngritur zërin, për të mbrojtur fëmijëve që duhet të gëzojnë një jetë edhe ata. Kështu që ne kemi nisur para 13 vitesh edhe vazhdojmë të vim për krah spitaleve dhe nevojat që kanë, por sidomos nënat dhe fëmijët që lindin pranë materniteteve. Tek Geraldina dhe tek Hoxhëlli Eugeni dhe në Fier dhe në Lezhë, tani po shikojmë për të ndihmuar dhe në Korç. Lizi, doja të ndalesha vetëm pak këtu si fillim. Ti je krishter? Po. Je pjesë e një kishe patjetër dhe ke ardhur në Shqipëri në kohën pra që ke ardhur, ke qenë krishter. Doja të ndalesha pak, ndoshta veçmas nga fondacioni. Sa ka ndikuar të qenit e krishter
në vendimin që more për të përfshirë në ngritjen e fondacionit si ndihmë për nënat. Ja. Po, patjetër, duke qenë e krishter kam kuptuar që Perëndia më do mua edhe do çdo nën dhe çdo fëmijë. Ai jep vlerë çdo person, edhe kjo është pikë nisje, domethënë për çdo punë, nuk është një punë që të vlerësohet me para, por të vlerësohet nga Perëndia. Domethënë puna që bëjmë në spitalet është e vlerësuar sepse çdo nën është e vlerësuar. Kjo është pikë nisje mendoj. Sepse njerëzit gjithmonë edhe akoma më pyesin pse nuk e shkuar prapë në Amerikë. Unë kam takuar burrin tim në Amerikë si studentët bashk dhe kemi vendosur që jeta jonë, puna jonë do bazohet në Shqipëri. Edhe pse mund të kishim mundësit më të mëdha ndoshta financiare në Amerikë, kemi qëndruar këtu sepse ne mendojmë që edhe shqiptarët kanë nevojë për të dëgjuar për dashurinë e Krishtit edhe për të vlerësuar vetë dhe për të vlerësuar të tjerët. Kështu që shpresoj që kemi qenë një frymë ndryshe dhe kuptoj edhe këtë në punën në spital që ka një frymë që është pak negative, le të themi, dhe është një frymë që nuk vlerëson çdo person, vlerësohet paraja, dhe kjo nuk është vetëm në Shqipëri, po kudo në botë, në mjeksi. Njerëzit janë të dëshpëruara për të marrë shërbimin e duhur, edhe futet kjo lakmi për para. Ka shumë staf mjekësor që nuk janë të tilla, po tendenca është në mbar botën të jetë kjo motivimi i parë, por dua që të theksoj motivimi i parë duhet të jetë vlera e nënës edhe vlera që jep çdo jetë. Edhe jepet nga Perëndia, kjo është influenca. Dhe kalojmë përsëri tek fondacioni. Në fakt mua më pëlqen shumë që të flasim për pjesën frymërore, sepse besoj fort që është inkurajim shumë për dëgjueset tona. Gjithsesi të qëndrojmë pak më shumë në disa gjëra që bën Fondacioni Spitalor i Nënës dhe Fëmijës, por para se të kalojmë këtu doja të pyesja çfarë është Fondacioni Spitalor i Nënës dhe Fëmijës dhe çfarë është Mami Care, sepse edhe unë vet kur e dëgjova në fillim mendova se ishte e njëjta gjë. Po, është pyetje shumë e mirë. Fondacioni bën punën brenda spitalit. Mund ta quash një gjë të tillë. Domethënë ne bazohemi punën tek spitali për të përkrahur punën në spital, por shëndetja e një nën fillon përpara spitalit edhe vazhdon pas spitalit. Kështu që Mami Care është idejuar në 2019 për të ardhur në ndihmë të nënave para lindjes me klasat prenatale, me vizitat në shtëpi për nënat që po vuajnë ose kanë pyetjet, dhe për të ardhur në ndihmë pas lindjes. Një nga gjërat që theksojmë shumë tek fondacioni është gjithëdhënie, është një gjë që është e shëndetshme për nënën edhe për bebin. Edhe është gjithmonë targetuar, le të themi, edhe nga kompanitë të mëdha për të prishur këtë ciklin, që është normale, natyrale. Dhe ne vim në ndihmë të nënave që duan të japin gjë, por hasim problematikët që janë shumë mëse normale. Zakonisht ne nuk presim problematikët, por janë pjesë e jetës edhe janë të zgjidhshme. Edhe ne vim në ndihmë të familjeve pas lindjes me vizitat në qendrën tonë edhe në shtëpi. Edhe jo vetëm gjërat fizike, por që tranzicioni nga të qenurit vajzë e martuar ndoshta tek të qenurit një nën është një proces më vete. Proces fizike, psikologjike, edhe ka shumë elementet me cilin ne ndihmojnë edhe para lindjes dhe pas lindjes. Por që Mami Care bazohet në komunitetin, përgatit nënat për lindje edhe mbështet nënat pas lindjes. Jo vetëm nënat, po edhe baballarët. Janë shumë kyç. Është shumë e rëndësishme që të përfshihen. Po. Një nga pikat për cilat ju flisni është ndërgjegjësimi për shëndetin dhe fuqizimi i grave. Mund na shtjellosh pak më shumë këtë? Po, ndërgjegjësimi për shëndetin është domethënë klasa që bëjmë edhe në spital me nënat për të lënë ata me një kuptim më të mirë për trupin e tyre dhe si po kalon procesin e lindjes, edhe si do ta filloj pastaj pas lindjes. Domethënë që ne fuqizojmë nënat duke kuptuar më shumë për veten e tyre, për trupin e tyre. Duke kuptuar më mirë për veten e tyre, fuqizohen, sepse pastaj mund të marrin masat të duhura për të mbrojtur veten, për të mbrojtur bebin, dhe kjo është me idea e fuqizimin e grave. Gjithashtu, një nga gjërat që bëni është edhe trajnimi i stafit mjekësor mbi praktikat më të mira për kujdesin postnatal. Po, patjetër. Për shembull,
vjet kemi vazhduar një sër trajnimesh për gjithënien me staf mjekësore. Kemi fokusuar tek staf mjekësore që kanë të bëjnë drejt për drejt me nënat lehone, edhe duke treguar protokollet më të mira dhe arsyet pse duhet dhënë rëndësi gjithënies. Edhe temën e shëndetit mendor kemi prekur vjet me staf mjekësor, staf që punon në reanimacionin e bebave, sidomos e kanë shumë të rëndë këtë pjesë. Shikojnë 24 orë, domethënë fëmijët që janë shumë të rëndë në shëndet, edhe janë shumë të vegjël, edhe mungojnë edhe mundësit për të ndihmuar bebat, duhet punojnë edhe me ankthin e prindërve. Ka të gjitha anët është shumë e vështirë dhe trajnimet e kemi bazuar se si mund të menaxhojnë ankthi, si mund ta menaxhojnë momentet me shumë stres mjekësore. Kështu, këto lloj trajnimet kemi sjell vjet, por edhe më përpara trajnime të tjera që kanë të bëjnë me tematikët specifike që kanë nevojë mjekët. Tani doja të bëja një pyetje Lizi në fakt që ka të bëjë me këndvështrimin tënd personal, ndoshta. Ju keni 13 vite, thatë që ushtroni aktivitetin pranë materniteteve. Doja të pyesja, ndërkohë ti përmend edhe çështjet e shëndetit mendor, të cilave ne u kemi vënë një theks shumë të veçantë në programet tona, sidomos të këtyre 2 viteve të fundit. Dhe doja të pyesja, sipas mendimit tënd, nga ajo që ti ke vënë në re gjatë gjithë kësaj kohe që punon, a shef një lloj nevoje më të madhe për shembull, apo cili është ndryshimi që ti sheh nga 13 vite më parë, pra për gjatë këtyre viteve, si kanë evoluar këto gjëra? Në kuadër të shëndetit mendor, po. Në përgjithësi të gjitha gjërat që mund të kenë ndryshuar, por duke u ndalur pak më shumë tek çështjet e shëndetit mendor. Po, patjetër që gjërat kanë ndryshuar gjatë viteve, gjithmonë ka hapësirë për të rritur, gjithmonë ka hapësirë për të përmirësuar, por faktin që ne jemi mbledhur nënat bashkë për të folur për problematikat e tyre në kuadrin e shëndetit mendor, për të hapur me njëri tjetrin, për të hapur me psikologën, me terapistën, tregon që është dhënë një rëndësi më të madhe, edhe mbështetja është patjetër më e madhe se sa ka qenë, se më përpara nuk flisnim për këto gjërat. Gjërat kanë ndryshuar, gjithmonë ka hapësirat për të bërë gjërat më mirë, domethënë e shohim që spitalet, investimet e reja kanë goxha, por që shqetësimi im i parë është si mund të përmirësohen menaxhimet brenda spitalet që çdo gjë të bashkëveprojë për mirë, domethënë jo nga pjesa sanitare deri te pjesa aparaturave, deri tek menaxhimin e të dhënat e pacientëve, janë shumë elemente që bashkëveprojnë për të mirën e shëndetin e një nëne dhe një fëmijë. Dhe është proces. Mendoj që është akoma proces dhe do jetë një proces i gjatë. Por shikoj përmirësimet. Unë shikoj fondacionin jonë si një sy dhe një dorë nga pjesa privat. Domethënë, zakonisht njerëzit nuk futen në spital materniteti nëse nuk janë duke lindur. Por ne jemi gjithmonë atje. Qoftë me, domethënë, kush është në drejtim, domethënë kanë qenë në fillim demokratët, pastaj erdhi partia tjetër, tani partia tjetër, edhe në kalimin e partive ne kuptojnë që institucionet edhe ndryshojnë, edhe për mirë edhe për keq, domethënë nganjëherë, po ne jemi një fije që bashkojnë të gjitha elementet, edhe një zë për të thënë që shëndeti e nënave dhe shëndeti e fëmijëve është e para, edhe mos t'i prishim asnjë punë, vetëm të ecim përpara për përmirësim, edhe për të ardhur në ndihmë në çdo moment, në çdo nevojë që kanë spitalet, sipas mundësit, domethënë që kemi. Një nga gjërat që vura re në website-in tuaj ishte një thirrje për të dhuruar. Mendoj që mund ta shfrytëzojmë këtë rast ndërkohë që jemi duke komunikuar me dëgjueset tona. Po. Mund të na thuash diçka për këtë pjesë, si mund të dhurojnë, çfarë mund të dhurojnë? Po, kemi një platformë tek që aksesohet nga website-in ton për të dhuruar për gjëra specifike. Atje rëndohen gjërat specifike për aparaturë që kanë nevojë, thjesht edhe për printimit, për libra që ne japim nënave dhe për të suportuar një staf që kemi, që tani do flasim afër me të, që shkon edhe ndihmon lehonat me procesin të parë të gjithëdhënies. Domethënë duam të zgjerojmë këtë, ti kemi akoma më shumë mbështetje për nënat e reja, por ekzistojnë vetëm dhurimet që bën individat, kompanitë dhe institucionet e tjera, që jemi shumë falendëruese dhe jeni të mirëpritur për të parë mundësitë
për të bashkuar me punën tonë në gjërat shumë specifike. Ka website-in tek një platformë që quhet Global Giving. Mund ta shikoni edhe shumë faleminderit nëse keni mundësi për të dhuruar. Një mesazh të fundit që do doja ta ndaja me dëgjueset tona. Unë nuk do kisha menduar që do kisha mundësi vetë për të dhënë një ndryshim, por kam parë që edhe unë mund të jap diçka për të tjerët. Edhe një mesazh të fundit do të thojë që shikoni dhe ju mundësitë që keni për të dhuruar kohën tënde, edhe parat ose çdo gjë që ke për të ardhur në ndihmë e të tjerëve. Unë kam nisur si vullnetare, edhe vazhdoj si gjysmë vullnetar, por është një punë shumë e bukur për të ndihmuar, për të parë ndryshimet edhe shpresë që kanë gratë kur është dhënë rëndësi jetën e tyre, kur janë të dëgjuara edhe mund të përgjigjemi nevojat e tyre. Tek e fundit shpresoj që ata të ndihen dashurinë e Perëndis për ta, edhe për fëmijën e tyre, edhe të ndihen të bekuara në rrugtimin e tyre si prindit të rinj. Lizi, ishte shumë kënaqësi që të kisha në studio dhe të falenderoj shumë për gjithçka që ndave. Shumë faleminderit Arta. Mikesha të dashura, nëse do të dëshironi të keni më shumë informacion në lidhje me Fondacionin Spitalor të Nënës dhe Fëmijës apo Mami Care, mund të shihni website-in e këtij fondacioni dhe do të gjeni aty më shumë informacion. Gjithashtu mund të shkruani edhe në adresën e programit ton, mund të dërgoni një letër në adresën TWR Albania, kutia postare 130 Tiranë, mund na shkruani një email në twralbania@gmail.com ose të na dërgoni një mesazh në faqet tona në Facebook dhe në internet TWR Shpresë për ty. Ju falenderoj që ishit me ne, miru dëgjofshim në programin e ardhshëm. Ndoshët programin Shpresë për ty.